Pas këtij konflikti çka? Kur gjo, e kem një Kosovë të zgjeruar me territore, nga pjesa e Sanxhakut, ka pjesa e Luginës, Preshevës. Unë po pres që edhe Macedonia të merr kohje tjetër, se jo zyrtarisht ne kemi një farlloj në thojza marrëveshje Kosovë-Bullgari për Macedoninë. Dhe ajo marrëveshje duhet me ushty përpara. Ti po thu që mas kësaj lufte do t'i bashkangjitet Kosovës edhe pjesa e Serbisë Jugore, Sanxhaku? Po, është e pa logjikshme dhe e pa mundun që tani po thom Albin Kurti, po përfaqësuesi i qeverisë Kosovës t'ja bëjnë një nder kaq të madh faktorit ndërkombëtar pa një feedback, pa një pazar. Pazari do t'ishte që këto dy pjesë të krahinave të dikurshme, të asaj Shqipnie të dikurshme, t'i bashkangjiten qoftë me një autonomi speciale brenda Serbisë, qoftë me një bashkangjitje të drejt për drejt territoreve të Republikës Kosovës. Çka bëhet me pjesën e serbëve të mbetur në Kosovë atëherë? Asgjë, ata që dojnë me jetojnë çish po jetojnë sot. Kush si prek, kush të lashes ju bën, i kanë të drejtat e tyne, këta tërkohën vajtojnë për televizionet e ndryshme në Serbi dhe tjera, se na jena të shtypun, po ajo shtypje nuk po duket askund, për vetë faktin se ata ushqehen 3 herë në ditë si ne familjet tona, dhe atë ushqim ata e blejnë për marketet ku i blejmë ne. Pra frekventimin e kemi të njëjtë për 26 vite, dhe unë nuk po shoh ndonjë incident të paktën gjatë këtyre shitblerjeve që i bojmë. Veshmbathjet i bojnë në të njëjtat lokale ku i bojmë ne. Pra, unë pyetjen të cilën javë kom parashtru atyne, është kjo, me sa vjen, ju ushqimet i bleni bashkarisht ku i blejmë ne. Prap veshmbathjet gjithashtu. Veturën e rregulloni tek automekanikët shqiptar. Naftë dhe derivate bleni nëpër pompat ku janë 99.9% shqiptar, punëtor dhe pronar. Unë nuk e di pse nuk dilni ju me pi kafe nëpër kafeterit e vendit. Nuk shëtiteni nëpër korrëzat e qytetit tonë. Pra, logjika është që ata duke e vetë viktimizu vetën, përfitojnë financiare